Linja ajrore kombëtare e Letonisë Air Baltic ka njoftuar ditën e sotme se ka nisur operimin e 2 destinacioneve të reja direkte nga Tirana, duke lidhur kryeqytetin shqiptar me Tallinnin në Estoni dhe Vilniusin në Lituani. Këto destinacione të reja do të plotësojnë lidhjen e plotë me rajonin, duke i ushtuar fluturimeve direkte mes Tiranës dhe Rigës, e cila ka filluar në sezonin veror të vitit të kaluar. Këto destinacione të reja hapin mundësi të reja emocionuese për udhëtarët, qoftë për qëllime turistike apo biznesi, drejt kryeqyteteve të bukura dhe të pastura në kulturën e Baltikut. Çmimet e biletave për destinacionet e reja nisin nga 105 euro në klasën ekonomike dhe 315 euro në klasën biznes për linjën Tiranë-Tallinn dhe nga 95 euro në klasën ekonomike dhe 289 euro në klasën biznes për linjën Tiranë-Vilnius. Kujtojmë se deri më tani, viti 2025 ka vijuar të ketë fluks të lartë pasagjerësh në aeroportin ndërkombëtar të Tiranës, edhe pas festave të fundvitit. Gjatë ditëve të para të janarit u shënuan mbi 135.000 pasagjerë, ku vetëm më 3 janar fluturuan nga Tirana mbi 31.000 pasagjerë, duke shënuar një rekord që në ditët e para të vitit. Ndërkohë për vitin 2024, TIA numëroi mbi 10 milion pasagjerë dhe mbi 780.000 fluturime në total, ku vetëm në dhjetor u procesuan 700.000 pasagjerë dhe 4.500 fluturime. Po përgatitemi për një vit të ri të ngarkuar. Plani ynë për 2025 është të arrijmë 12 milion pasagjerë, pra të vazhdojmë rritjen, por këtë vit pak më ngadalë, pasi duhet të përfundojmë të gjitha punimet që kemi nisur në vitin 2024, si zgjerimin e terminalit, zgjatjen e pistës, përgatitjen për fluturime edhe më të gjata drejt Amerikës së Veriut. Siç e shohim, nga ditët e para të janarit mund të themi që aeroporti ka qenë gjithmonë plot, më shumë se 700.000 persona udhëtuan vetëm gjatë dhjetorit të vitit të shkuar. Viti që lëm pas ishte një vit i suksesshëm për TIA-n, edhe për këtë dua të falenderoj stafin, sepse po bëj një punë të shkëlqyer, kishte thënë në muajin janar Pier Vittorio Farabi, drejtori operacional i TIA-s. Sa kaq vlen të theksohet se suksesi i operacioneve të aeroportit të Tiranës është rezultati i një planifikimi të kujdesshëm dhe një angazhimi për përmirësimin e vazhdueshëm. Aeroporti punoi ngushtë me partnerët e linjave ajrore, shërbime toksore dhe palët e tjera për të siguruar të gjitha aspektet e përvojës së udhëtimit në mënyrë perfekte. Disa nga iniciativat e ndërmarra për përballimin e rritjes së numrit të pasagjerëve janë digitalizimi i shërbimeve, pikat e vetë shërbimit ku pasagjerët mund të tërheqin në mënyrë të pavarur kartat e embarkimit, e-gates për leximin e pasaportave, të vlefshme për 17 shtete në mbërritje dhe 12 shtete në nisje. Ndërsa numri i pasagjerëve vazhdon të rritet, aeroporti i Tiranës mbetet i përkushtuar ndaj përmirësimit për të zgjeruar shërbimet dhe për të përqafuar teknologjitë e reja, por edhe për të shtuar linja të reja drejt kryeqyteteve kryesore europiane, por edhe drejt qyteteve turistike në Europë.